biseda periferike anësore, cilat unë i vlerësoj, sidoqoftë tashmë kjo është e tejkaluar, Partia Demokratike e Kosovës garon me listën e kandidatëve që janë prej 110-ve, subjekte tjera politike garojnë me listat e veta dhe pas përfundimit të zgjedhjeve ne jemi të hapur për me punu dhe me bashkëpunu. Për ndryshe e këmë thonë edhe por i përsëris. Unë zotin Lima e kam mik. Dhe asnjëherë, në asnjë kohë, edhe kur raportet mes njerëzve në PDK kanë qenë pak ma të ftohura, të unë nuk ka ndryshu asgjë. Kemi pas komunikime shumë të mirë, edhe sot kemi relacione të mira, mirë po elektoratit të PDK-s i thamë që Partia Demokratike e Kosovës garon me numrin 130 dhe gjithë ata që mbështesin dhe e përkrahen Partinë Demokratike të Kosovës e votojnë numrin 130 dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe ju presin që edhe ajo vot vi për Partinë Demokratike të Kosovës? Jo, unë po thamë ata që e mbështesin, këtë ide. E votojnë Partinë Demokratike të Kosovës, unë i thamë që të votojnë numrin 130 dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Ardhja juaj në kryet të Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Hamza, është parë një lloj përbashkimi edhe mbi ato debatet e brendshme të cilat ishin në zgjedhjet lokale, po e referohem rastit me zotin Ladrovci edhe natyrisht me figura tjera të cilat e kishin kontestuar atë. Si qëndron disponimi tek Partia Demokratike të Kosovës? A janë pashitur këto diferenca për një qëllim të vetëm që Partia Demokratike e Kosovës del sa më mirë në këto zgjedhje? Gjithë brenda Partisë Demokratike të Kosovës janë të mobilizuar dhe janë duke dhënë maksimumin që Partia Demokratike të Kosovës ta maksimalizoj votën. Dhe del sa më mirë këto zgjedhje dhe unë pres rezultat jashtëzakonisht mirë dhe jam i bindur që ne do ta arrijmë numrin më të madh votave që kemi rrinë ndonjëherë si Partia Demokratike e Kosovës, pa dallim, normalisht që gjithmonë zgjedhjet, qofshin ato brenda partisë apo zgjedhjet lokale, prodhojnë do hatër mbetje, koha ka qenë shumë e shkurtë me zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve qendrore dhe normalisht që kjo e ka deshtë angazhimin e vet, e ka deshtë kohën e vet që me i qetësu këtu edhe me i tejkalu këtu hatër mbetje dhe secili prej tyre është të kontribu maksimalisht në mënyrën e vete që t'jap sa më shumë kontribut në suksesin e plot të Partisë Demokratike. Dua ta hap debatin për më shumë tema, por nuk kam se si mos ta inkuadroj në këtë pjesë fillestare edhe vizitën tuaj të cilën e kishit 2 ditë më përpara, ose të cilën e përmbyllët 2 ditë më përpara në Hagë, kur vizituat liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe natyrisht drejtuesit e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, cilët janë atje. Si ishte disponimi me ta, si ishte gjendja e tyre, a kishin mesazhe eventualisht për elektoratin, edhe pse ata merren me çështjet e veta natyrisht të drejtësisë dhe nuk merren me politikë, por natyrisht që ju e keni diskutuar besoj edhe këtë çështje. Gjendja shpirtërore, fizike ishte shumë e mirë.